Edhe këtë vit, Qyteza e Fëmijëve në Korçë ka nisur kampin veror Ngjyrat e Qytezës, dedikuar fëmijëve të moshës 7 deri në 14 vjeç. Programi synon të ofrojë një hapësirë argëtuese dhe edukuese për të vegjëlit gjatë ditëve të nxehta të verës, duke i angazhuar ata në aktivitete të larmishme sociale, sportive dhe krijuese. Për të disatin vit tashmë, kampi veror tek Qyteza e Fëmijëve ofrohet për fëmijët e grup moshës 7 deri në 14 vjeç. Janë 100 fëmijë që të ndarë në disa stacione frekuentojnë kampin çdo ditë. Është një mundësi shumë e mirë për fëmijët që të kalojnë në kohë cilësore gjatë pushimeve të verës, të qëndrojnë larg teknologjisë, telefonave, por edhe të socializohen me njëri tjetrin. Fëmijët shprehen të entuziazmuar për eksperiencën që po përjetojnë. Kjo është hera ime e parë që vi në këtë kamp dhe është një kamp shumë i bukur, ka bërë shumë shoqe të reja dhe ka shumë aktivitete të ndryshme, të bukura si lojra me ujë, piktura, vizatime, shumë gjëra të bukura. Po kam qenë edhe herë tjetër, por sot ishte një më ndryshe, kishte aktivitete të reja, por aktiviteti më i bukur që u pëlqen fëmijëve ishin lojrat me ujë dhe unë kënaqa shumë. Po unë kam qenë dhe herë të tjera në kamp, kam ardhur përsëri sepse më pëlqen shumë, zëmish të ri, argëtojnë, ka dhe shumë aktivitete të bukura. Është e parë që unë kam ardhur këtu dhe këtu bëjmë shumë aktivitete të bukura dhe këto më pëlqen shumë. Kampi veror Ngjyrat e Qytezës do të zgjasë 4 javë, ndërsa aktivitetet janë të strukturuara në disa stacione që ndërthurin lojën me mësimin.